Xhamia e Plumbit në Shkodër, një nga monumentet më të rralla të trashëgimisë son kulturore, është rikthyer më e bukur se kurrë më parë. Restauruar me kujdes dhe pasion, kjo perlë arkitekturore tani qëndron hierënd pranë Kalas së Rëzafës, në zemër të zonës historike të Shkodrës. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga restaurimi i xhamisë së Plumbit, ku shkruan se doli nga bataku i përmbytjeve kronike dhe është kthyer në një xhavahir plot shkëlqim. Kryevepra të arkitekturës islame të trashëgimisë son kulturore, Xhamia e Plumbit në Shkodër, e cila ka manitur historianët për stilin e vet origjinal, ka dalë nga bataku i përmbytjeve kronike, ku lëngonte në kthetrat e rrënimit për të kthyer në një xhavahir plot shkëlqim të servir me hijeshi për sytë e besimtarëve e vizitorëve të shumt, shkruan Rama, duke uruar mëngjesin e së shtunës. Xhamia e Plumbit në Shkodër është ndërtuar me 1773-74, është xhami osmane më e madhja në Shqipëri, monument kulture i kategorisë së parë. Rivitalizimi i kësaj xhamie unikale në Shkodër përfshiu jo vetëm restaurimin e thellë të saj, por edhe transformimin e hapësirës përreth. Pas restaurimit, xhamia e ndërtuar nga i mirënjohuri arkitekt Sinani pritet të kthehet një tjetër atraksion turistik për qytetin. Për te restaurimit të xhamisë është punuar edhe për restaurimin e pjesës së jashtme. Hapja e saj është bërë për të kryer fazën e kolaudimit, ndërsa inaugurimi i madh zyrtar pritet të bëhet në fund të muajit maj.